Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme dhe mundësitë që nga ky konflikt, nga sulmet e Iranit, të preket edhe Shqipëria. Por sa gjasa ka, për këtë sot kam nderin dhe kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me kolonelin Hajro Lima, ish atashe ushtarak dhe shefi kundër zbulimit me poste dhe pozita mjaft të larta shtetërore para dhe pas 90-s. Zoti Limaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Ju shkruani që Irani ka shanse reale që të godasë Shqipërinë. Po ku bazoheni për këtë? Para 4 vjetësh i dërgova 2 mesazhe zyrtare kryeministrit të Shqipërisë me email personal dhe paralajmërova në mënyrë kategorike të mos ndërtonte në Manz qytetin e muaxhedinëve të Iranit, duke shpjeguar kërcënimet që mund të vinë nga Irani si fuqia e 13 ushtarake në botë, nga 147 botës. Edi Rama, si gjithmonë, nuk pyet ekspertët, por me kokën e tij pa vendim ku vendi ndërtoi qytetin e muaxhedinëve në Manz. Nga 180 veta që priti Berisha, Rama i bëri 3200 qytet të vete. Dhe ata pasaj filluan veprimtarive tyre terroriste brenda vetes, duke bërë agresioni kibernetik në Shqipërisë. Kjo më detyroi që mas 3 ditësh botoj në faqen e parë të gazetës Dita, të cilën mund të hapin ta shikojnë, 14 prill 2024 shkrimin e madh, për bën kërcënim ushtarak Irani për Shqipërinë, ku argumentoi me shifra fakte shkencore që një veprim i tillë i Shqipërisë pa një kundërajror për bërë një kërcënim ushtarak të rrezikshëm për Shqipërinë. Paraqes që janë muaxhedinët. Kur ishte konflikti në Iran, pse kaluan në Irak, pse Amerika dhe Bashkimi Evropian shpallin terroristë, kur u hoqi emrin, pse nuk i pranoi as i shtet tjetër në Europë dhe Ballkan, dhe Edi Rama strategu botës i pranon Shqipëri, që s'ka as kundërajror. Zoti Limaj, po ka shanse nena ka prezja e veprimit apo keni fjalën që sulmi mund të vinë edhe nëpërmjet avionëve luftarak? Pra për raketat apo avion? Unë në kapitullin e fundit të shkrimit të sipërm për kërcënimin e Iranit themte: Irani kërcënim ushtarak për Shqipërinë. U shpjegoi që me avionën supersonik që ka, përveç raketave me 2000 kilometra, mund të vinë mbi mes dhe godasë shuaj Tiranën. Këtu nuk është problemi për të futur panik. Këtu është problemi që njerëzit duhet të parandalojnë çdo lloj kërcënimi që mund të vijë, duke njohur shkencërisht kërcënimet për të marrë parandaluar rreziqet. Zoti Limaj, mendoni që është vetëm baza e Mekut apo edhe baza e NATO-s në Kuçov mund të jetë objektiv? Çdo gjë mund të jetë objektiv, dhe këtë kanë trajtuar unë. U ka botuar në mënyrë të vazhdueshme shkrimet dhe analizat në shtypin kryesor të Shqipërisë dhe në televizor, kërcënimet që vinë Shqipërisë nga kjo politike jashtme, pas një lloj strategji dhe pas një lloj parashikimi, nga një njeri pa përgjegjshëm, i cili merr këshilltarë agjerë nga Rumania të arrestuar dhe i përdor si shqiptar, ku Shqipëria ka bide e baza të shkëlqyra që mund të japin mend atij për Shqipërinë. Edhe baza e Kuçovës nuk është një si taktike. Ja 2 avion për furnizim në ajër dhe nuk ka si avion luftarak mbrojtës dhe sulmues. Dhe për bërë kërcënim nga Irani, dhe u kam trajtuar shkrimin e madh atëre, për bërë kërcënim nga Rusia, Kuçova. Po, se pas 2 ditësh që bë njësia taktike, generali në Moskë, në televizor, tha: tani Kuçova dikur qyteti Sali që kishim neve për bërë kërcënim, sot pas taktike, nëse NATO më ndosanë për thamore, është rrethiton të kuq. Ky nuk është Terezi, ky kryeministër. Zoti Limaj, po ata që na detyruan që t'i marrin mujahedinët, mendoni që nuk do na lënë përballë kësaj situate? Marrëveshja e Sali Berishës me zonë sekretarin e Shtetit të Amerikës nuk ka qenë sistemi në Shqipëri. Ka qenë kalim tranzit, dhe pasaj Edi Rama e bëri fakt kryer. Edi Rama nuk ka kundërajror, jo le me raket kundërajrore që të mbrojnë kundërajrore, sa të vinë NATO që Tirana shkatruar. Po si duhet veprojmë tani në vazhdim, sepse ajo që iku tani? Problemi i dashur gazetar është madhor. Politika e shtetit shqiptar nuk bëhet në funksion të shtetit dhe nga shteti. Shqipëria nuk është më republikë, por shtet kryeministror.
një njeri që merr vendime për gjithçka, që nuk pyet askënd, e ka vënë për vendin shumë në rrezik. Korrupsion dhe krim organizuar kanë poshtur çdo lloj mendimi shkencor për konsolidimin e shtetit demokratik ligjor. Zoti Limaj, por ne prishim edhe bunkerët tani përballë një situate të tilla çfarë mund bëhet? Ku do fusin kokën? Qofse ndodh, qof larg po. Aktualisht duhet pacientë bashkëpunim shumë i thelluar me Amerikën dhe shtetet aleate të Amerikës që kanë predispozicion për të parashikuar dhe për të shmangur çdo lloj kërcënimi pas Shqipërisë. Irani është problem madhor, i lindur nga probleme madhor që ka Izraeli në lindjen e mesme. Irani nuk njeh shtetin Izraelit, konfliktet e tyre të vazhdueshme me shtete amerikane e çojnë botën në situatë tepër të vështirë, e cila parashikohej me kohë do ndodhte. Zoti Lima, ju keni qenë edhe njihni shumë mirë Turqinë, normalisht dhe gjirin atje. Si mendoni që do vazhdoj tani? E zgjidh vrasja e Khameneit, e rrezon regjimin apo ai thjesht iku do të pastaj? Është një problem madhor që objektivi i Amerikës është pikërisht për shkatrimin e atij sistemi, por ki parasysh që bashkë me të janë vrarë 7 generalet kryesor të Iranit, shefi i shtabit përgjithshëm, komanda dhe gardës, pra gjithë komanda drejtuese, piramida e drejtimit ushtarakë u vra. Dhe ki parasysh që mund të ketë ndërveprime dhe sikur Irani të kishte me gjithmonë armë plot bërthamore çdo gjë mund të bënte. Pra mendoni që nuk e ka, se nëse do ta kishte potenciali për ta përdorur do ishte i madh. Pa, në situatë iraniane, dhe në situatë po me lidhje e mesme, detyrimisht do ta përdorte. Por tani problemi po zgjerohet në hapësirat komplet lidhjes mesme. Unë kam qenë atashe ushtarak Turqi 6 vjet. Dhe rajoni e lidhjes mesme e njoh mjaft mirë. Njoh kapacitetet dhe qëndrimet e çdo shteti, Siri, Irak, Iran, Palestinë, Izrael dhe me radhë, por Edi Rama nuk pyet ekspert të shtetit shqiptar. Vendosur nga qielli në ajër dhe akuparashon. Zoti Lima, me që na kritikuat politikën e jashtme, po largimi i Spiropalit si erdhi? Spiropali se meriton dhe asnjë minutë ishte ministri i jashtme, sepse nuk ka asnjë kulturë diplomatike për drejtuar shtetin shqiptar. Ndryshimet e fundit qeveri nuk besoni që do ndryshojnë diçka përveç Spiropalit, ikja e Ballukut dhe të tjerëve? Sepse ju keni shkruar mjaft, prandaj po nisem që po ju pyes sepse ato janë handrime që bën Edi Rama për shpëtuar veten e tij nga korrupsion dhe krimi organizuar që ka pushtuar shtetin shqiptar. Edi Rama po të jetë demokrat, duhet largohet urgjentisht nga qeveria. Zoti Lima, edhe diçka të fundit kam për Kosovën, sepse aty ndodhet baza e Bonstillit. Ajo është rrezikuar një lloj si ne? Ka të tjera masa mbrojtëse ofësirë që vetë janë forcat e NATO-s dhe forcat amerikane atje, ndërsa ne nuk kemi asnjë forcë mbrojtëse amerikane në Shqipëri. Ne jemi boshtë të zhveshur. Zoti Lima, të falenderoj shumë për këtë bisedë në këto kushte, jam i njohur shumë që ndat opinionin tuaj me shikuesit tanë. Ne flasim shqiptë të vërtetat reale dhe nuk kemi servil për pushtet ose pasuruar, prandaj dëgjojnë mirë ata që dëgjojnë për Shqipërinë. Të falenderoj shumë. Mirupafshim.